Nëse jo të gjithë një pjesë i gëzohen dënimit tyre, por pjesa jonë, pala jonë, që e kupton se çfarë rëndësie ka, që është interes nacional, është interes kombëtar, që ata të lirohen, mos të dënohen në këtë akt akuzë ndërmarrje përbashkët kriminale, ne i gëzohemi lirimit dhe dëshirojmë të vinë ata sa ma shpejt. Por, realiteti është diçka tjetër duke na thënë neve. Për andaj duhesh me qenë ma i përgjegjshëm se çfarë po thua dhe deklaran. Po, e qartë. Zotri Shala, diçka që më boni për shtypje një zhvillim i kohëve të fundit është edhe protesta e 17 tetorit të thirrur në Tiranë. Sa mendoni se e ndihmojnë katërshën e madhe apo madje edhe dëmtojmë komplet procesin gjyqësor nëpërmjet këtyre protestave? Dëgjoni, po, e para do të me kuptu një sanë shqiptarët. Këtu po zhvillohen dy gjyqe. Njoni formal juridik dhe tjetri gjyqi i historisë. Gjykata speciale i ka për marak, për qef, me i bon dytë. Pa qka se ky i dyti i historisë nuk i takon. Në fakt, veç qajo shëllimi është kryesor. Dhe të ndajmë edhe për ata që nuk i kuptojnë mirë. Çfarë do thotë gjyqi i historisë dhe pastaj gjyqi i drejtësisë për ju? Gjykata speciale, besoj ata gjyqtarë, ai trup gjykues, po ata që e mbështesin nga unash, e kuptojnë sen që historia nuk rishkruhet me shabllone gjyqësore e me verdikte gjyqësore. Historia ka lënë përtej limiteve, përtej normave gjyqësore, pavarësisht çfarë vendimi marrin në fund. Çe i vjen? Protesta në Tiranë në këtë rast. Por mu është një shembull që e demonstron që kjo gjykat, në rast se i dënon djemton hat, pavarësisht verdiktit dënues, nëse është uroj që jo, gjyqi popullor që i bën në Kosovë është në kundërshtim me verdiktin e gjykatës. Pra, ata djem kanë i shpall në rastin më të keq gjykatës speciale fajtor, por populli i Kosovës, shqiptarët në përgjithësi, jo vetëm brenda këtij shtetit të Kosovës, por komplet nivel kombëtar, ku edhe në Shqipëri tashmë kemi një protestë kundër djemëve tonë që po marrin hak atje, kundër mbajtjes peng, tregon që verdikti ose tendenca e gjykatës për mi shpall fajtor, edhe vullneti i popullit, disponimi i popullit, edhe njoja jonë, ata djem, janë dy sa të ndryshme, janë dy drejta që nuk përputhen, nuk preken kërkun, pra janë dy drejta paralele. Prandaj për mua, protesta e 17 tetorit në Tiranë është shumë e rëndësishme, me i treguar një send botnisht këtë ata që shpresojnë që gjykata ndan drejtësi edhe na tregon një të vërtetë historike. Jo, e vërteta historike e di populli i Kosovës, e dim na. Që shëngon ata djem, me akuza e pa akuza, me të mirat e me të këqijat, na ata i cilësojmë edhe i shkruajmë historisë qytetimtar. Që të tenton gjykata me na rishkruaj historinë përmes një verdikti gjyqësor pa drejt, kjo që tjetër. Prandaj jo vetëm Tiranë edhe në Prishtinë, po ku ka shqiptar, nivel global, duhet me pas protesta sa më masive, aq më shumë e eklipsojmë verdiktin gjyqësor, gjithmonë flas në rast se është dënues ndaj djemve tonë. Zonja Uka? Po kjo është e mirë sepse, siç tha Zreni, nuk ka legjitimitet, nuk ka besueshmëri tek populli. Verdikti i tyre çfarë do në rast se është verdikt dënues, tek ne nuk do të flej ajo, se është më rëndësi që vendimet e gjykatësve ose gjyqit të ketë të flenë edhe në shoqëri ku ajo fush vepron. Në këtë rast është hibride, por do me thonë nuk do të ketë legjitimitet. Dhe une për të gjithë ata që janë skeptik, për të gjithë ata që janë të përpunuar, ose edhe janë që e urrejnë Hashim Thaqin. Veç po dua t'ju them një diçka. Në dënimin e Calit, gjykatësia vetë thët se në vendimet kur t'jepen dënimet duhet që përtej dyshimit të arsyeshëm. Në këtë rast, ne kemi dyshim të arsyeshëm, por nuk po e marrën parasysh dhe e dënojnë për vrasjen që nuk e kanë verifiku, nuk e kanë dëshmu prokuroria që plumbi i ushtarëve ushtrisë lirimtare të Kosovës ishte vdekje prus, apo i forcave serbe. Kjo është shumë e rëndësishme me kuptu ti çfarë drejtësie jemi duke folur na tash. Do me thonë, parimin thelbësor. Por ne e pranuam, tash nëse shikojmë se Cali është i dënuar. Po dhe, parimin thelbësor
të drejtësisë e kanë anashkalu ata në total në rastin e Calit. Po, dhe çështja është zonja, po pa tjetër, këthejmë të ti, Azdren, se kena mundësin me e bonë këtë formë, po çështja është se a do ta pranojmë verdiktin edhe në qoftë se dyshojmë sikur tek verdikt këtij Calit. Kjo është shtrohet pyetja. Dhe pse gjithë këto protesta janë këto një shenjë paralajmëruese për një dënim që mund të vi, apo çfarë ju bëjnë të mendon kjo sjellje, sepse këtyre protestave po ju japin mbështetje edhe fytyra eminente si politikanë të ndryshëm. A është për mua pyetja? Jo, për zonjën Uka, pastaj kaloj tek ju. Okej. Unë nuk e mendoj që është sikur kundër reakcion sepse ne po bëjmë protesta, sepse gjyqësia nuk funksionon ashtu. Por unë mendoj që ka një qëllim, një agent të mshef, një proces i komprimitum që nuk kuptohet qartë pse, që këta kanë qëllim mi mojt në proceset gjyqësore, tyre mi u marë kohë, kaq e thjesht është. Dhe zotri Shala, e kemi edhe pjesën amerikane, pra e kemi brenda krejt kësaj gjykate, kushtimisht për quaj edhe lobin amerikan, të cilët e dim se çfarë sjellje ose çfarë deklaratat paktën nga ajo që kemi lexuar kanë dhënë fund me gjykatën. A ka mundësi që këto deklarata dhe përkraja e madhe që po marrin momentale, e gjithashtu akuzat kundër Xhekme